Unë jam Dilaver Emini, 8 vite punoj këtu domethënë te Dauti, edhe jam përgjegjës edhe realizues I mirëmbajtjes të gjitha pjesëve teknike të objektit të cilët ndodhemi tash. Domethënë drejtori Xhemali unë kam afër kam aty ku banoj, edhe ai më ka vrejtë, kupton se unë lëvizje po në eseta kupton edhe kur ditë më takoi tha hajde me tha të ulë. Edhe mandej thash po mirë, okay, thash unë do të vini ditë do të bisedojmë, erdha këtu bisedova. Domethënë unë kur kam ardhur, mua më ka pëlqyer si kompani kjo, kupton ajo e cila shifet që është në funksion e sistematizuar ashtu si duhet. Drejtuesit e kompanisë, posaçërisht kur kemi fjalën për drejtorin Xhemait, ai është një njeri vizionar, edhe ajo mua shumë më jep kuraj me të drejtë sepse I ka këtë gjitha të sakta. Edhe kjo mua më dha më tepër kurajo që unë të rri edhe të punoj edhe të kontribuoj, jo vetëm për shkak firmës edhe për shkak për shembull vetvetes, po ashtu ma dha një vullnet asë edhe qatë nivel jam të mbajtë edhe sot e sot. Falë Zotit, ka shku ashtu që she kam paramendu mua. Po gjë e parë që na bëjmë automatikisht, domethënë kemi si inercion ata, vetëm ka hi, ajo është për hi, edhe të une, edhe ky bashkëpunëtori im këtu që është, bëjmë njëre kontrollimin vizual të gjitha pikave, du me thonë edhe gjithë objektit. Edhe kur është mirëmbajtja në rregull, automatikisht reflektohet edhe në ambientin e këndshëm të gjithëve në këto që jemi. Vështirësi kemi pasur vetëm në aspektin, për shembull, të mbështetjes me ndihmësa. Kam pas një ndihmës përpara këtij kolegu tim, edhe ai ka qenë kështu parafrasisht moshën e këtina, edhe aja ka dashur punën si e don ky, ai mbriti rezultate shumë të mira këtu. Na iku, po vazhdoj që të kund, sepse të rriti ju e dini që ata lëvizin edhe shiqojnë perëndimin ose Evropën, edhe atje në qoftë se sistematizohen edhe gjon diçka ma përshtatshme për ata vendosen atje. Kam edhe një brenga, kupton ajo këtu, që edhe të njëjtën këtë kolektimin, inshallah, kështu me punë edhe me angazhim, me përpikëri, me përgjegjësi, me stabilitet, edhe ky ta kap ashtu punën, po jo t'i ke po të rri këtu, se edhe këtu ka punë. Rinia jonë është e artë, po duhet të punohet pak sistematike, diçka duhet me ndihmu në çfarë aspekti ta ata po ti vot, ata ta gjenë rrugën se rruga gjehet vetëm për kushtim duhet.